Atmosfera në shtëpinë e Big Brother VIP Albania u tensionua ndjeshëm pas një debati të madh mes Rozana Radit dhe Gerta Gixhari. Dy konkurrentet u përfshin në një përplasje të ashpër verbale e cila përfundoi në një skenë të pazakontë. Në kulmin e nervozizmit, ato vendosën që të ndeshnin trupat me njëra tjetrën në një formë ironie, një veprim i cili çoi në rënien dhe thyerjen e mikrofonit të Gertës. Kjo situatë solli me një reagimin e regjisë e cila i tërhoqi vrejtje të dyja banoreve, duke u kërkuar të kenë kujdes me pajisje teknike. Megjithatë, Rozana dhe Gerta nuk e pranuan paralajmërimin dhe vazhduan debatin me tone të larta, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar. Incidenti i fundit është komentuar gjerësisht nga publiku, ndërsa mbetet të shihet nëse do të ketë ndëshkime të mëtejshme për sjelljen e tyre. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.